Nga BDI paralajmëruan se do të kërkojnë interpelancë për gjykatësit kushtetues. Kjo u bë e qartë në seancën e interpelancave të antarëve të Këshillit Gjyqësor. Për BDI-n me veprimin e tillë të pushtetit po fundosen themelet e demokracisë dhe po kryhet presion për dorëheqje. Por ata do të kthejnë me mjetin e njëjtë për gjykatësit nga kushtetuesja të cilët, siç theksuan, po prekin gjuhën shqipe. Jo më larg se do fillojmë nga gjykata kushtetuese. Edhe atë shumë shpejt do parashtrojmë interpelancë për gjykatësit e gjykatës kushtetuese të cilët këtu i kemi zgjedhur në këtë dhomë. Ata po e prekin atë që është e paprekshme. Ata po e prekin aty ku kërkush zguxon me prek. Ata po e prekin një marrëveshje 25 vjeçare, e cila është e mediatuar prej ndërkombëtarëve dhe është e garantuar nga ndërkombëtarët. Para deputetëve u drejtua dhe Vesna Dameva nga Këshilli Gjyqësor, tha se nuk do të jap dorëheqje dhe do të vazhdojë që të kryej funksionin deri në fund të mandatit, do të thotë edhe 9 muaj. Dameva akuzoi për presione dhe kërcënime të cilat, siç thotë, nuk e kanë friksuar, por sulmet ishin të dhimbshme për familjen. И на моменти дури се прашував дали мора во политиката да се гази и ни живи луѓе. Дали политичарите ги имат во предвид семејствата на оние лица кои им се на отстрел. Очигледно е дека желбата за власт и за дневно политички поени е посилна од било кое чувство и од било кое средство. Pas fjalimit Dameva u kthye në vendin e saj të punës në Këshill, ndërsa shumica parlamentare e akuzoi për lidhje politike me opozitën dhe se është përgjegjëse për besimin e dobët në gjyqësor. Благодарам председателе. Мислам дека требаше да реагирате, меѓутоа тоа го одбивам и на куртоазноста која што имате за политички одговор кој што го одржа председателката на судскиот совет, сакајќи да се промовира како жртва во собранието. Човекот кој што е правичен, кој што верува во вистината, кој што е убеден човекот, мислам, таа е убедена сигурно дека е во право, ќе се соочи со вистината, ќе не погледне во очи и ќе се спротистави. Меѓутоа да искаже некои зборови тука и да побегне, тоа значи дека навистина е виновна. Sipas socialdemokratëve bëhet sulm në gjyqësor, ndërsa interpelanca është kundër kushtetuese. На членовите на судскиот совет одговорност може да утврдува само судскиот совет. Бидејќи тоа е уставна категорија, представува самостојно и независно тело во судството. Grupet e deputetëve të LSDM-s dhe BDI-s e lëshuan seancën dhe paralajmëruan mos pjesëmarrje në votim. Kuvendi vazhdoi me shqyrtimin e interpelancave dhe për antarët të Këshillit Pavlina Crvenkovska, Selim Ademi, Tanja Çaçarova Ilievska dhe Milazim Mustafa.